Pa humbur kohë, Marash, si po njehesh. Ndërkohë Haltin që thu pa humbur kohë, koha ka humbur. Hupim kohë, po. Pra, më mirë me thonë emrin se sa me thonë pa humbur kohë. Shumë interesant është, e themi këtë shprehje pa humbur kohë, duke thonë këtë shprehje humb koha, apo jo? E kemi një këngëtar që mu ma do në zemra shumë. Po. Përveç meje që ma do në zemra shumë, e kam i kumar timin, që ma përmenë non-stop. Ardian Marku, nuk e di, a e njef apo se njef, e kam i kumar timin që mu, a i qmenet, u veç kure shof Ardianin, të folë për afrimin, unë e kom respektin për veti për afrimin, po a e ma dyfishon me e pas më shumë, edhe kom qef me e pas edhe në studio, po edhe me janë i gjuhë zonin më shumë. Jo vetëm unë, por është një këngëtar vërtet i dashur për gjithë shqiptarët edhe krahinat shqiptarë ku që janë. Edhe na vjen shumë mirë që e kemi këtu në studio. Sot e kemi në studio, edhe do ta kemi pak edhe me pyet për aktivitetet e tija të më të fundit, për jetën e tij të muzikës, si është u kalu tash mas disa viteve në muzikë, edhe në skenë, a është lodh, çysh është të shku puna, a është rrit çmimi apo janë rrit shpenzimet, pra të gjitha këto do na me pyet, edhe përsëri do na me rifresku dhe me rikujtu dhe me sjellë janë memorit shqiptarëve që këngëtari i mirë njohur që po na vjen këtu, e ka marrë, ma ka pason edhe herë, po ra pandemia nuk mujti me marrë vendimin. Tha du me elshu Zvicrën, o boj trend o vlla, o boj trend që ashtu elshu Zvicrën njerëzit, edhe Gjermaninë edhe Evropën edhe ashtu. Edhe më tha, jo që pelshej unë, tha po jam tua marrë edhe një Zvicran me veti, që e kom pas tu këjshi, shok të mirë, prej Zvicrë, Zvicran, ka thonë unë po du mu këthy me ty, me jetu ku tjetë është ti. E tash, ra pandemia nuk ka këthym duket, nuk e di që ka ndodhë, po du me pyt. A vjen edhe ai Zvicrani prap me ta, edhe vetë person e këngëtari, a është e ati mendimi përsëri mu këthy, apo ka ndryshu mendja. Për këto, përgjigjet i merr një vetëm nga i madhi këngëtari Afrim Aliu! Mirë se erdhe në Full Ship Show, Mirë se ju gjeta Full Ship Show. Faleminderit për ftesën. Ju përshëndes gjithve këtu, juve që jeni me gjithë stafin e juaj. Dhe shpresoj që do t'ju shkon puna marë, si çdo herë që ju ka shku. Shumë faleminderit zotit Drujt. Respekt, faleminderit që je sot në Full Ship Show, Afrim. Edhe tash me të thonë drejtën, ne kemi ndru vendet për herë të parë sot. Herë parë që 8 vjet, 9 vjet gati? Po, që 9 vite emision. Spontan. Ne i ndrum vendet sot, na erdhi kështu, papap. Erdhe e natyrshme. Tashi ti a do me ndru vendet ose do me ndru? Jo me mu, po me Zvicrën. Unë definitivisht po. A e ke vendosur prapje ati mendimi? Po, definitivisht. Pra do më thonë, s'ke ndryshu t'i shka men, se... Jo. Ajo që e thoj ma herët, do më thonë, unë e kam thonë këtu kur kam qenë emision, e kam përmend që do t'a lëshoj Zvicrën, edhe do të shpërngulna në vendlindja. Kjo ka qenë para 5 vite më duket. Po, para pandemisë, po, edhe pandemia na i prishi këtë planet, kështu që... Pra ti ke pas qysh në të kohë mu këthy, Afrim? Po, e vërteta ka qenë ashtu, po pandemia, jo vetëm mu, po shumë e botës ja prishi këtë planet, edhe kështu që tash po shpresojmë që në Korrik zakonisht shkojmë shpe, edhe i kam dars më atje që i boj. Edhe më nejtë atje, edhe mos mu këthy tek nejna. Me orë, po najherë kur të më thirë jo, në më thirëshin najherë. Qysh mos më thirë, po jo, qysh mos më thirë, në pa ty s'mujna me buas emision, po një gjë mu shokën tamë. Afrem, po bëjmë muhabet si me honë në kafe, të shpija, ku dushti. Mos me ndoj që jena në kamera në emision, në gjana. Po ma mirë në shpi me konë. Ma mirë në shpi. Kafe, ma ndryshë. Tashi, Afrem, ndërkohë, na i bati kush 2 kafe mu Afrim Aliut, edhe Marashit. Muin Korrik do me vendos mu këthy në Kosovë. Në Kosovë apo në Shkup? Në Shkup. Në Shkup. Pra, do më thonë... Edhe pse dëshira ime ka qenë në Prishtinë. Para 5 vite a ka qenë në Prishtinë duke? Po, qashtu ka qenë. Pra, ti ke unë pas kam bashortën e Prishtinë. Po të minoj ka. është shumë interesant këtë, po thojnë, është që di, zakonisht, se cili ka shef në vendinjën e vetë më këthy. Po. E une kam pas shef në Prishtinë, po bashortja është e Prishtinë, sa e po thotë në Shkup. Që unë s'ja prishi. O, ta kishim pas bashortën këtu me në dhani përgjigje. Pse në Shkup e jo në Prishtinë, vendinjët vetë? Po, bashortja që këtu mëre, ku morë me veti, me gjithë shikën e vogël. A mundesh me ma të reguar syen, pa dalë në kamerë, mos dilë në kamerë, heq, në qovë se do me dalë në kamerë, hajde.
Për ndryshe, nëse s'do me do në kamerë, ma e parsyen pse vendose mu këthy në Shkup e jo në Prishtinë ku ke lindë. Arsyeja është se gjithë familjarët e mi janë domethënë në Zvicër edhe në vende tjera të Evropës, kështu që në Prishtinë mu më kanë vetë shumë pak familjarë. Më kanë shoqëri në Prishtinë prej shkollës, përpara domethënë kemi pas ma shumë kontakte, po tash normal, distanca e ban vetën, edhe nuk është më e njëjta. Afrimi ka Familjarët e vetë në Shkup. E kuptua. Arsyeja është që familjarët në Prishtinë nuk i ka gjithë edhe do me shku te familjarët e afrimit edhe mas. Po pse pra 5 viteve ka qenë dëshira me shku në Shkup në Prishtinë? Në Prishtinë. Po shive, une e kam thonë se për shkak profesionit që kam donë, për muzikë. Prishtina është qendra e muzikës, kështu. Po besoj edhe unë që me letra qel. Domthonë e dim shumë mirë që edhe Shqipnia, edhe Kosova, edhe Maqedonia për me bo diçka, me Prishtinën lidhen. Po. Është shumë Prishtina, kështu që a është e vërtet afrim 2 sekonda ta ndrojmë pak temën. Kur ndez një këngëtar në Prishtinë, automatikisht ndez edhe në Shkup edhe në Tiranë. Fakt është. Kur ndez në Tiranë nuk ndez në Prishtinë. Çashtu është. A është ashtu ajo? Ne kemi shumë me vend. Une po flas tash kështu mbas përvojës edhe një sens që është realitet. Kemi shumë këngëtar gjithandej ku ka në troje shqiptare. Shumë këngëtar të mirë. Unë po filloj prej vetvetes, prej në Shkup, po filloj prej vendindjes teme, ku shumë këngëtar janë të mirë, po nuk kanë mujt me dhejës që tha Altini në Kosovë edhe në Shqipëni. E ka shumë njerëz që më takojnë edhe mu, që edhe pse jam 40 vite në skenë, edhe nuk e din kush jam. Nuk e din. Unë kur t'i tham Afrim Aliu, po, edhe pse neve na njojnë shumica domthonë e popullatës tonë si vëllezërit Aliu, me Beqën, po Beqën e përshëndesim, Beqë na vjen keq që si Volçip Show, ngelem kështu pa u pas herë, pa dhënë intervistë, kërkojmë falje. Edhe pse ke këtu edhe u kthy pa e bërë. Kështu që e ftum kurdo që të kesh dëshirë mundësi, mirë se vjen. Patjetër. Edhe kështu që domthonë kjo është ai shkaku që unë jo pse unë do isha më shku se për mu afirmu si këngëtar. Thjesht unë jam Afrim Aliu. Unë jam përveç jam këngëtar, jam edhe instrumentalist, e dini shumë mirë. Saksofonist. Edhe kështu që po nuk e kam atë problem, po unë dëshira em është që gjithë këngëtarët e mirë, është mirë se sot kemi bisedu edhe gjatë rrugës me bashkëshortën, a beson për këtë shkak. Domthonë Ministria e Kulturës, këtu po hytash, është ajo që mas paku punon me kulturën, me muzikën, me sportin, me artin. Në Zvicër e ke fjalën. Jo, në Kosovë, në Maqedoni, për Shqipëni nuk di çka them, atje nuk e di. Edhe pse atje shoh ka përparu shumë, kanë shku shumë përpara, Shqipënia shumë më para se na në këtë aspekt për muzikë po flas. I kanë kushtet shumë më të mira, studiot shumë më të mira, gjithçka ka shku përpara. Kurse talenti është kurse te ne në Maqedoninë e Veriut është zero. Zero, Zero, definitivisht. Nuk ka kur gjo. Është formu, në sa e di, unë jam shkupjan, është formu ka para, sa e di, unë dikun 9 vite, ndoshta 10, nuk i ka. Edhe orkestri profesional shqiptar me punuen në Maqedoni, edhe pse unë s'kam një diçka që ka kriju diçka i orkestr, ose punon diçka për të mirën e muzikës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Shumë pak. Për këtë shkak, unë e kisha dhe një lutje përmes këtij televizioni, përmes Force Shqip, që Ministrisë Kulturës apeli boj që punojnë ma shumë, të investojnë pak ma shumë në kulturën, se na e dim shumë mirë që një popull njihet përmes sportit dhe muzikës më shumë të që do mund mu afirmu në botë, kjo është ajo që do të me punu ma shumë për qatë shkak. Absolutisht. Kjo është ta mu kërkesme. Cilët mujnë më konë arsyet pëse Altini ka thënë me dasht me dhezën shqiptari me muzikë, duhet më shku në Prishtinë. Çka ka Prishtina të veçantë që se ka për shembull Tirana ose Shkupi? Nuk e di bashkësaksisht, po muj me paramendu kështu, edhe muj si mbas profesionit që kam, e di për shkak se atje ka ma shumë kompozitor, shumë punojnë, tekst shkruas ka shumë, studio ka qatë shumë që punojnë profesionalisht edhe ata. Po dhe talenti është me i theksuar. Po.
Te talenti i puna e produksionit, domthon puna e teksturit, e kompozitor që punojnë për me komponu këngë, është atje. Kurse talenti i këngëtarëve, domthon i instrumentalistave, është gjithandej, ki edhe në Maqedoni, ki edhe në Lugin, Preshevës, ki edhe në Malqi, ki edhe në Shqipni. Absolutisht, por nuk edhe përveç talentit, Afrim është mendimi edhe dëgjuesit, pra ata të ndezin, ata të ndalojnë. Nashtë edhe mediat në Prishtinë. Pra, unë është edhe mediat shumë. Apo jo, i sekond, në Tiranë e kom kuptu që ka në Tiranë njerëz që janë të ndezur në Shqipëri sa dush. Pra, Shqipëria i njeh dhe janë të dëgjuar, por në Kosovë si njeh kurse nuk dëgjojnë këngët e tyre. Po nuk bën vaki një herë, me ndez dikush në Kosovë dhe mos mund i gjunë në Shqipëri të nesër, në direkt në krejt Shqipëri. A ke parasysh? Fakt. Pra nuk bën vaki, me ndez dikush në Kosovë, pra me qenë trend në Kosovë, e në Shqipëri mos mund i gjunë. A e kundër ta bën vaki, në Shqipëri i ndezur, e në Kosovë nuk një gjuhet heqin. Fakt. Pra është i farë Sa vështirë është. Ka diçka. Ka diçka. Ka diçka. Ka diçka. Sa vështirë është me majt një karrierë në muzikë për diasporës. Shumë vështirë është marash. Unë jam 20 vite në skenë me muzikë mina. Tash do më thonë si vjetë fix kështu 20 vjetë i bëj që mire me muzikë. Sidomos në diasporë, ka qenë shumë e vështirë, pe viteve të para, pe viteve të 90, do më thonë kur kemi ardhur me Beqën këtu na me knu. Kemi qenë prej të parve që kanë ardhur prej këngëtarëve. Edhe ajo kohë ka qenë shumë e vështirë për shkak se ka qenë koha e shqiptarëve kur kanë qenë ndjekun prej ndash politikisht, ndash ekonomikisht, ndash tjera probleme që kanë pasur edhe kanë ardhur, kanë çu Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë, edhe kështu që për me knu në atë kohë këtu në për lokale, për neve ka qenë shumë e vështirë. Edhe po përvoja një karakteri që e kemi unë e Beqa, si vlezër, ndoshta ka qenë ajo që edhe jeta është gjithçka thojmë politik. Gjithçka është politik. Edhe kështu që na kemi ditë edhe me majt musafirin, edhe me politikë, jo vetëm me muzikë. Absolutisht. Po se politika nuk mundesh asnjë gjë me kështu që secila fushë ka pak e kemi gjetat mënyrën, e kemi gjetat. Ai ti je shefi apo Beqa shefi në skenë. Kur them shefi, flas duhet me konë dikush që merr vendime. A je ti apo Beqa që pyte për në skenë flasim? Për në skenë e kam Beqën. A Beqa? Po, për skenë është Beqa. është, jo pse e kam vëlla, po me të vërtet është nuk po hyja ndena si këngëtar, po flas tash si shef, si udhëhes mja ditë rënin skenës, është Beqa. Beqa. Bravo. Po. Për shkak se kom lëmë A luan Beqa instrumente apo diçka? Po, Beqa ka qenë edhe defist në fillim të karrierës, domethënë kemi fillu. Unë kam qenë me fylli, e kam tregu këtë shumë më herët, fillimi hapat e parë, pastaj klarinet, Beqa ka kalu me def, prej defit ka fillu me bateria, me bubnja. Ne përdorim bubnja, ose tupana qysh du shtuj. Pastaj Beqa ka pas një problem me kamën, e djathtë e ka pas bo këtu operacionin në Zvicër, edhe nuk mu i kemo mira tupanav. Edhe pse edhe në gjatë të asoj kohë, deri sa i ka ro tupanav, ne kemi pas ato mikrofonat kështu pilot që i thëjmë kështu që i kemi. Edhe unë edhe Beqa, edhe kemi bo muzik, po edhe kemi këndu njëjtën kohë. Kalojmë pak prej të muzika, frem edhe i herë të këthimi jot në Shkup, prej Zvicra. Dhe më shku në Korrik, i bën dasmat, i bën dopare, shëshirë zotit mira, nuk vjen ma për mi pagu qerajat e senet e brifkashtë, senet i mojnë që dopare për me vazhdu jetë atje. Pra është edhe i farë strategjie kjo pjesë. Po kjo ka qenë edhe një ndër ato që... A keni pas vështirë me marrë këtë vendim mas disa viteve, afrim se tash vajza, shoqja, shoqnia, a e ke parasysh thojnë kush e pi ujtë e Zvicrës, thojnë që shto, a e ke pas vështirë me marrë këtë vendim, apo a e kanë pas vështirë përveç teje, ndoshta se për një artist jeta më e lirë dhe më e mirë është atje. Po, fakt është. E t'jep mundësinë më shumë atje se sa këtu. Unë nuk e kam pas shumë vështirë sa ndoshta familjar, bashortja dhe vajza. A ke vujt me i bind, Afrim? A ke vujt me i bind? Jo, unë jam shumë i lumtur, sidomos me Elorën, se prej 3 fëmijëve që i kam,
vetëm e Lora vjen me mua, Lola e babit. Po. Që unë ashtu jam. Dy tjerë të rinë këtu. Po, vajza e madhe është e martume, e ka është e djalin, martume, po. kështu që ajo vazhdon jetën me burrt vet, me po. djalët vet. Djalin e kam 23 vjeç që ka qenë Po, Romi a këtu në vazhdon me emision. muzikë? Po, vazhdon ende me bo, tash e ka bo dhaj një këngë të re, po shpresoj që shumë shpejt do të lansohet në për media, në për YouTube. Vajza vogël a pat problem me të thonë po, se është pak... Po, djali, djali, unë kam thonë edhe këtu kur kemi qenë, është problem edhe ajo, e thamë ma herë të mund. Edhe stili që e kënon djali, është rap, R&B, funky, a i kënon gjitha këto. Po. Po. Po jo, po mendoj e vajza vogël a pati problem për me bind, Për vajzën? Për vajzën, po. E vogla. Ja, që ku e kam, kjo është, bile, Se i ka tanë shëshnim kohën këtu. dita ditës nuk i pritet të babi, pse s'po shkojmë edhe qëtash, ma herët. Se i pëlqen aq ma Po, shumë atje. e don atje vendlinjen e babit, edhe pse kjo ka lind këtu, Shqise po me- është shumë interesant me të Bravo. vërtet, është 13 vjeçare, Bravo. edhe kështu që shumë ka qef më këthy atje. Bravo, bukur shumë. Bukur. Unë jam Tash, milion ky është, Afrim, a e di se ky mesazh që jep ti, apo kjo deklaratë e kthimit tonë ndikon shumë tek njerëzit. Se ka shumë njerëz që ndoshta i kanë bërë kushtet, i kanë bërë, do i kanë plotësuar dhe gjona, edhe e mendojnë me boj jetë tash, se nuk është jeta veç robot me kanë. Po. Jeta është edhe pak me shiu, Me shiu pak. se nuk është 1000 vjet. Është pak me Na e shkuar se dim 1000. krejt ata edhe që jetojnë ku do të qoftë, se s'po tham veç për Zvicër, po gjithë të andej në Evropë edhe në Amerikë, në Australi, ka janë shqiptarët. Nuk është letë me jetu, sidomos në Zvicër. Zvicra e dim shumë mirë që është një ndër shtetet mas shtrenjta në botë për me jetu. 3 vitet e fundit edhe bashortja, do më thonë, nuk është të punu, kështu që pak është Kriza. vështisu puna, Absolutisht. edhe kështu për atë shkak, ndoshta edhe kjo ka ndiku pak që të kthehemi ku thohet ti me shiju pak jetën, me ma pak pare jetë ma të mirë bon të na. Por ka Me diçka ma pak. tjetër. Ja po ta them edhe diçka, Afrim, që mendimimi është kjo. E nuk është edhe ide e keqe në fakt. Njeriu është mirë me kriju të ardhmen e vet edhe të fëmijëve në vendin ku ke lind, në vendin e gjyshit e të stërgjyshit, Ku si je i huj. edhe ku ndjehesh tamam vendin tonë. Mirë, por unë sipas analizës që kam bë, kam kuptuar që nëse e merr edhe me rrit fëmijën poshtë, me rrit fëmijën poshtë, flas poshtë në Shkup, në Tiranë, në Prishtinë, në vetë është një universitet për një fëmijë. Sepse nëse e merr një fëmijë të Zvicrës, që i lindur në Zvicër, edhe një të Kosovës, apo të Shkupit, apo të Tiranës, edhe i krahason bashk, fëmija e atij, ka do që ta sillish, ai bjen kam prap se prap. Ai Zvicrës nuk bjen kam se e din veç një drejtim. E din me pa kështu drejt. Po. Është realitet. Edhe është problem. Është realitet. E dyta, në Zvicër mu nuk më rezulton që ka një milioner në këtë vend që është i lindur e i rritur këtu. Paktën shqiptar. Mu më rezulton që milionerat që kanë parë në Zvicër janë krejt të ardhur në moshë madhore, kanë zhvillu biznese, kanë hecë për para, kanë bë parë. Ata që kanë lindur dhe rritë këtu, si pas analizës time dhe rezultatit që kam zirë, punojnë për një rogë. Se cili? Sistemi realitet. ta ndryshon Ha? mentalitet. Është realitet. Sistemi, a pra? Po. Pra, a është kështu apo jo marrësh? Për më bo milioner, unë mendoj që do të me pas biznes, do më thonë shumë Biznes, po biznese njerëzit ma të që- mëdha që janë me shumicë. Shumë e vërtet, po shumë Që pak punon. më rezulton që janë lindë dhe rritë në këtë vend që kanë bërë biznes e kanë bërë miliona. Kjo është ajo unë shpeshere tham edhe une. Shkollimi është larg asaj një ndër senet më të mira që duhet me pas njeriu. Një fëmijë i çdo njeriu, se s'po tham vetë shqiptar, po i çdo njeriu duhet të ketë shkollë. Po përveç shkollës do të edhe një të na thëshim përpara një zanat, duhet gjithçysh patjetër me se- pas njëri. Se patjetër. pa zanat kur gjë, shkolla Patjetër. e thojë mirë, ta bjen një rrogë. Po, Një rrogë. shkolla ta Nëse bjen një rrogë. shkollohesh, edhe më shkon ku thohet ti veç drejt, që Drejt, nuk po. shef majt as gjatë, as atë që e ka mbaru edhe pik, nuk shkoj, atëre jeton një jetë normale, po me një rrogë shumë Sepse normale, sistemi është i tillë, edhe- mash. Po. Nuk të frymzon sistemi ose shkolla këtu, mu bo si për mars. Jo, nuk Këtu të frymzon. mësojnë se çysh me Me kry marrin këtë zanat zanat, edhe marrin. me bo edhe këtë A e kupton kurs. sa gjunaf më vjen afrim kur më vinë këtu njerëz, apo në studio kam pas, po edhe jashtë studios, që i pyes jam të kry zanat, thotë. I lindur dhe i rritur në Zvicër,
i lindur dhe i rritur në Gjermani, jam të kryej zanat. Çfarë zanati? Moler. Tullagji apo fërkaufer me shit dikun në dyqan tesha. Shumë mund më vëim se të kjo pjesë. Dallimi është se një zanat mund me ta Një zanat, mund po, të marrësh. jetë rahat. Ama këtu në une- Zvicër, po nuk bëhesh kreativ si Edhe që kjo- bëhesh kjo nëse është- rritesh në Kosovë atje duhesh kjo më është bë ideja. kreativ me pas Pra, sukses. kjo është ideja, ma është mirë theti, sepse në Kosovë, në Shkup në Tiranë, nuk mendon dikush me bo një zanat me kon I sigurt. bojagji. Apo me nu tulla, ata prej hallit e kanë mësu. Edhe pa ata s'ka, zbon edhe Jo, pa nuk ato. po bën, pa që jo, ata nuk po janë du me i rëndu pjesë- ata, as me i ofendu, as kur gjo. Mirë, po, jo, e kam fjallën që dhe më thonën nuk... Po studim me bo. Nuk mund se cili me konën, nas mujmë kret me konë një rangot, apo kupton, ka dikush që menon ma shumë me bo pare, dikush një mesatare, dikush shkon edhe ma poshtë, është i knasht edhe me qash sa ka. Po, ajo është e mira, na kemi qef kret mi po mirë, shumë mirë. Po, unë e thamë çdo herë kështu për vete flasë, si afrim, unë e du jetën mesatare, kështu, zakonisht. Edhe deri këto 54 vite që i boj tash me një gusht 54, unë e kam jetu gjithmonë një jetë mesatare. Edhe po shpresoj që edhe në të ardhmen, edhe kur të kthejmë në Shkup, do më thonë atje, pse ato që e thash unë do të kthejmë atje, nuk do më thonë që unë zvi këtu kur, asnjëherë s'ka. Edhe pse shpresoj që shumë do më prej pjesës më të madhe tjetës do ta kem prap vikendeve këtu, do të vi, do të knoj, do të jemi angazhuar prap në për këto mbrëmjet, në për këto lokalet edhe. Beson që ka ndryshuar edhe standardi i jetës në Ballkan, edhe kjo mundet më kanë njëna prej arsyeve pse po vendosin sa më shumë njerëz më kthy. Shive, nuk është edhe ajo pse po kthehemi na se atje shumë ma lirë. Jo, nuk Ka është më lirë. ndryshu- Nuk është më lirë. Shumë. Atje nuk tutesh me dal. Kjo është. Pra, a dallimi aty ku është poshtë. Nuk është që të bje jeta më lirë ndonjëherë se flas në Kosovë fjala bën. Çdo ditë del. Edhe gjithku e ke lirë. Është instaluar në tru që aty ja lirë. Po futesh në një restorant hajdrek, shkon në vend pi do kafe, shkon në prap një vend tjetër pi do kafe, prap i dark, me i bashku krejt dolin 200 euro në ditë që të hikin. E këtu njeri A ke parasysh? s'ka kohë me dalë me harxhu pare, A, po kupton? që ta kursejnë pare. Kështu. A është fakt realitet, është, po... Atje unë veç prap po frikë tham, nuk ke. Kthimi jam në vendindje është ma shumë, do më thonën, po kthehem edhe e kam thonë edhe po shpresoj që të ta mbaj që atë fjalë, ja kam thonë edhe kolegëve të mi atje, që kur të kthehem, du me punu shumë ma shumë për muzikën. Po. Po për muzikën, Mirfield Shqipe. Shqipe, bravo. Po, për muzikë Shqip. A ka me të arë Zvicrani, shoku jot, Sa tash më Po, me ty, ka Po. marrë në Shkup me jetu dhaj? po Marsili e ka blevesh një banez, që është që aty ofër me në Shkup. Po ç'ne afrim kjo shoqëni ka që madhe, ç'ne një Zvicran me... Po ai një ka Zvicran gruan që shqiptare, Ha? shive, ai ka gruan A, shqiptare, ka gruan një, shqiptare. po, e ka të Shkupit Sarajt atje, Aha. edhe kështu që, domethënë, ndoshta është edhe ajo një ndikim që ka ndiku okej. që dom, po besoni që edhe i ka pëlqyer edhe atina personalisht kështu si Marcel, domethënë ka kemi shkuar kam përmend përpara në përpushime në Shqipëni, në Ulqin, në Tena, në Kosovë, ku do të qoftë, venet tona, trojet tona i kanë lënë shumë përshtypje. Kultura jonë i ka lënë gjithashtu shumë përshtypje Marselit, edhe është një ndër shkaqet që mikpritja, mikpritja, po, ngrohtësia, ngrohtësia, po. Edhe këto janë shkaqet. brifkashte, kajne. Me gjuhën unë e mina vesh me Marselin edhe atëre kam thonë shumë mirë une. Edhe pse edhe ajo është me Shqipën, sikur unë me Gjermanishën edhe sikur ti. Po do ti e si unë me Gjermanishën? Po, A një lloj na? po, A zoti na rujt. Bëll mirë. ti e Mirë. ti. Hajde, Si na ke? boni njerë pak muhabet në gjuhën e Jo, gjithçka mujna me bëna muhabet, ama jo që jesim. Kthimin në Kosovë. Na kuptohemi shumë mirë. Po, unë na e besoj dim që çka ka kuptohemi. dorë me thonë njëri tjetrit. Ma merr mendja që s'ngelim. Ja, s'ke, mloç jo. Ja kuptojmë hallin njëri tjetrit. E çata tani mujna me kuptu. Gjithsesi. Afrim, Marceli tash ne po flasim për emrin e tij, do ndoshta si ngel hatri aty me fol për Jo, për ta. tamam. I bëhet shefi bile. Po. E përshëndesim Marceli. Marcel, a fërsos Albanish oder Është- Është, po, A kupton shqip, a? Qysha. A fol shqip? Po, fol ka pak. Fol ka pak. Po, qështu. Si, tash Marcel, ja. wenn du kommst in Studio und wir reden für das
vendim. Entscheidung. Entscheidung. Që shkon ti në Shkup me tu. Të kupton edhe ashtu. Also, komm mit deiner Frau einmal in Studio und wir sprechen für das Ja. und so. Ja. Ja. Çu shmerresh është me Marcelin ti me qenë se ti zgjesh gjermanisht? Sikur ti që fol edhe unë çfarë. Po, dhe. Interesante. Po shoqënia shumë e madhe, ama? Shumë. Edhe pse s'dini mu marrë vesh shumë mirë. Jo, shumë mirë mi vesh. Po flas me fol, jo, merrin vesh me fol, me bo biseda. Që sa gat nifeni tash? Ti edhe Marceli? Po ka ma shumë se 15 vite domethënë. 15 vite. Po, dikon para E Marceli e ka njoftu shoqën këtu në Zvicër apo jo? Po, në Zvicër, po. Rastësisht keni qellu komshi afrim? Po, jemi një qytetit aty në Amrizvil, ku jetoj edhe une, edhe kështu që ai ka edhe autoshkollën e vetë, ku i mëson nxënësat, i ushtron për vozitje. Edhe bashortet tona janë konë shoqe njëre, mas pari janë njoftu. Okej. Janë shoqe. Edhe pastaj edhe une Marceli. Edhe ai në Shkup, po don më kthy. Po. Edhe afër, a keni më pas afër? E ka bo, po veç e ka blej banesën në Shkup, faktikisht, e ka. Edhe kështu që jemi afër, nuk kemi larg, 5 minuta nuk. Edhe ai në Korrik, edhe ai si vjet e ka normal. Po ai çashtu e kemi po planin tash. Interesant. Edhe një çift, faktikisht edhe një çift është kthy në Bogovin. I përshëndes edhe ata, se ata mas hiç s'kan fol për kthimin. Edhe u kthyn para jush. Taxhedini edhe Miremi i përshëndes. Si? Ata Taxhedini edhe Miremi. A janë shqiptarë të dy apo si? A? A janë shqiptarë po Bogovinës janë po. Okej. Po ata, veç kur pa prit pa kujtu, ata vjet, do më thonë në Korrik, ata u kthyn para neve, edhe pse ishte fjala na të partë kemi qenë ata iniciatorun edhe Venera për mu kthy, veç kur nitëm ata tha na u kthy. Interesant. Po, do më thonë, jemi 3 çifte, 3 familje, do më thonë që po kthehemi definitivisht. Okej, do vit ju vizitoj në Korrik jo, po në ngusht në shtator do vit ju vizitoj në shtëpitë juaja që ose në Prisni, në Shkup edhe ty edhe Marcelin edhe këta që më përmendë këtë Taxhedinin. Po. A keni pas edhe reagime nga njerëz që nuk e kanë kuptuar këtë vendim? Po. Edhe ka qenë shumë herë ky diskutim qysh mund, edhe pse njerëzit shembull ku e tham na më herët puna jeme. Është e vërtet, shumë e njerëz mund me kuptu, ai që punon këtu. Artin se kupton kush? Jo artin, po kthimin do me thonën, e kam fjallën që, nëse një shqiptar jeton në Zvicër edhe punon me një fabrik, edhe mi thonë ktheu, që shemull ma konkret është Taxhedini, do me thonë që është kthy, ka punu në fabrik, edhe është kthy, bashortja i ka punu në Migros, po ata i kanë disa sene tjera që i kanë marrë këtu pension kasa e kujdi shka që është një vlerë shumë e mirë për me jetu të na. Edhe, po, dikush ndoshta nuk i ka që ato kushte, edhe thot qysh mund më kthy me jetu me lënë Zvicrën edhe më kthy në Shkup me jetu. O, ajo tjetër është se unë personalisht si afrim, do më e kam, unë e tha shumë ma mirë, kur pi thamë qëre, shumë ma mirë jetoj në Shkup se në Zvicrë. Ma mirë. Në atë aspektin, në punën çështja ekonomike, është shumë ma e mirë atje. Puna jote, po. Unë i martë njëtët pare këtu. Po, nuk paguna atje edhe nuk i kam hargjimet e këtujt atje, do më thonë. Këtu pagujmë, ne dim shumë mirë, mas pari shpijen që e kemi. Pse të kara vonë, ka që vonë ndërmend kjo pjesë? Pra, me nuk më ka orë më vonë, ma vonë bashortja është, që unë shumë ma herët kom doshtë. Po në atë kohë bashortja ka punu, ka pas punën e mirë, kështu që do më thonë... A e ke nxjerrë pension s'ka ose në frim? Jo. Halo jo? Jo, halo. Kur ta nxjerrësh mirë dhe puna? Kur ta nxjerrë tiri që atëherë. Do të më dhirë me të një mu? Po, do të me qantë me më një mu një bajta. Me i bajta, me një me ashtu. Halo frim njerë që? Dikur kam pas luturi, me ty një dashuri, unë një herë gëzovan një pranver, le të vdes në këtë behar, pini shok të mi, le t'i gjem si le tranzjar, s'ka më dashuri. Edhe pse ka. Bravo, Afrim Aliu, bravo. Po, e vërtet,
Ka dashuri Afrem. Do ketë edhe ma shumë atje kur të themi. Kur ka ati ma shumë po. Përbes, gjaku s'bëhet ujë Afrem kur e mendon. Jo, edhe. Njeriu në gurbet shkon me fitu, jo me jetu. Qashtu ka qenë dita e parë kur kemi ardhën këtu në vitin 90, ka qenë ardhja për me fitu. Edhe metëm të fitu. Po une tash edhe shumë më herët kum dashtë me elon, mu këthy, po që i erdh dita. Do t'i vjen faktikisht. A e ke but madhe me kolegë tu, Zvicrana, po komshia, po njerëz këtë lloj Jo, po kjo u bo e madhe se na për media unë e kam fol këtu, që domethënë unë e di që shumë shqiptarë po flas, e shikojnë gjithë këtë emision. Po. Shqip, edhe krejt zakonisht më kanë shkrujte, kur jemi taku më kanë thonë, e kanë një, domethënë deklarat që e kanë bërë këtu. Pa e kam bodhe nga për tjera media ku kam qenë. Po Beqa jeton atje o këtu? Beqa jeton atje, po në Shkup. Në Shkup jeton atje? Nuk jeton në Zvicër Beqa? Jo, Beqa. Që sa gat? Ka pas ka mu këtu Beqa më shumë se ti më duket. Po, la Beqa shumë është fakt. Bravo. Se është munges, normal, jemi vllazën edhe kemi bo shumë punë të madhe kur kemi qenë bashkë atëherë, kur kam jetu edhe unë në Shkup, po flas. Amo jetë artistike fillon nga e para më duket, kur shkash. Qashtu është. Edhe herë me Beqën, edhe herë me vazhdu. Fakt. Bravo. Unë përshtu se që do të bëjmë shumë ma shumë punë. Ke thënë që ki dëshirë me punu sa ma shumë, sidomos kur kthehesh në Shkup për karierën për muzikë. A ki plane konkrete që do në me realizu si vjetë kur kthehesh në Shkup? Po, plani i parë që do të shkoj edhe që do të po shpresoj që do të realizojmë shumë shpejt, e tregova më herët se do të e kemi bisedu me disa kolegë që janë edhe nga Prishtina, atje nga Kosova. Plani është që ta bëjmë 40 vjetorin, do më thonë që i bënëm 40 vjetë në skenun e Beqa. Që kemi bo një plan ta bëjmë pak ma të madhe, diçka pak ma mire, pak ma profesionalisht. Do ta bëjmë me një orkestër shumë ma të madh. Do të bëjmë kolegë, po miq nga Kosova, nga Shqipnia, nga Macedonia, nga Lugina, nëse ka nevojë edhe nga Malizi, do të shoh, do ta bëjmë një mix që me bo diçka të madhe. Një event. Po, promovim, do më në 40 vjetori i Vlezërve Alijo. Me hitet, të moja që i kemi pasna, këty në hershit, që do t'i kemi, shpesoj. Tash, shumë shpejt e kemi bo, do më thonë, vitin e kalume, bonëm edhe një kong, e cila titulohet Sy Kaltroshe. Sy Kaltroshe. Edhe, shumë shpejt tash, e kemi bo, po nuk e kemi incizu edhe një kong tjetër, e cila titulohet 40 vjet me ju, teksti është. Njënën kong e kemi bo me videoklip Sy Kaltroshe, kurse tjetërin jo, po ta shumë shpejt edhe ajo do të bohet, kështu që jo është plani, këto janë ato planet e mia që po shpresoj, po edhe me kong tjera shumë që do t'i bojmë treja. Kur ki fillu mu marrë me muzikë si i ri, a kishe besu që ki me qëndru 20 vjetë në skenë? Me pason dikush që i bojën e 54, nuk e di shka kësha bo. Do më thonën, kur është njeriu i ri, edhe fëmi po flasë, unë shumë i ri fëmi. 14 vjeçar kam qenë kur kam fillu me klarinetin. Nuk e kam menu që do t'i mbri këto vite. Mu ka ndokë shumë. Atëherë kur të ishin për një 50 vjeçar plak, vetë të isha une shumë plak. E tash unë e 54. Afre mos i kallëzakuj se gati. Jo, s'kem ku ikim. Dikur e mësoj nuk kem ku ikim, po është me rëndësi që shenin vetën, edhe na këngëtarët e kemi një kongë që e kënojmë, thëjmë, robi plakit kur dën vetë. Kur thamë unë e shpesherë, kur më pysin njerëzit, si afrim, thamë, e kam shprehim kamet kjo, djaliri, ashtu thamë. Venera bashortja shpesherë më thotë, mos i thuj bre kuj djalirive 54. Po që ashtu ndjesh? Unë e një vetë. Që ashtu ndjesh, po. Edhe kam punën me tri, kështu që zakonisht publiku është general pak ma e re që na përcjellin edhe. Si e ke pa këto vite jetën në Zvicër si artist? A kanë mbështetje artistat në këtë vend apo jo? Mbështetje nga publiku, po.
nga publiku, definitivisht. E thash ma herët, edhe pse në Zvicër nuk ekziston ndonjë institut që mund me mbështet kulturën tonë, muzikën tonë, domthonë kanë qenë edhe ekzistojnë ende shoqatat shqiptare, të cilat kanë kontribu, kam qenë edhe unë antar dhe jam ende mirë, po shumë pak flastash, pak kontributi. Unë i kam qu fëmijët në shkollë Shqip, 3 fëmijët që i kam, domthonë i kam qu edhe në shkollë Shqip, i kam qu edhe në vallëzim, domthonë në shoqatat tona ku kemi qenë edhe në antar. Nuk e shoh shumë të shqiptarë që i japin rëndësi kulturës, artit, edhe gjuhës shqipe, flasë gjuhës shqipe në aspekt, mi qunë në shkollë shqip. Ka, larga asaj, shumë ka që i qojnë. Po ka dhe që nuk i qojnë. Unë kam thonë atëherë shumë, edhe tash po thamë, është mirë me i qu fëmit. Masi jemi shqiptar. Unë po shpresoj që do t'i qojnë, edhe jënë t'u i qu shumica, po edhe një pakit që kam jetë, edhe ata ju kësha preferu gjithve që t'i qojnë për shkolla Shqip. Për shkak se unë kër e kam qu vajzën s'pari herë këtu në Zvicër në shkollë Shqip, kër e kam regjistru, me bashkëshortën kemi qenë bashkë, neve vetë, domthonë drejtoria e shkollës në kanë thonë, ju duhet me ju folë fëmijëve t'ju Shqip në shtëpi. Ne i mësojmë këtu gjermanisht. Po. Zvicrant kanë thënë ashtu. Kështu ka qenë, besoni që këto fjallë ne kanë thonë neve, aty ku e kam shumë s'pari herë vajzën e madhe. Shtetet tjera të thojnë mos fol Shqip, këtu dhe të thojnë me mësu gjuhën e nanës. Nëse nuk e di gjuhën e nanës, s'munësh me ditë kur gjuhën e huj. Dikuj tjetër, po. Afrim, përveç aktiviteteve tua muzikore në këtë Zvicër, për çfarë mendon që ka me të marrë malli për këtë vend? Po, duke fillu prej shoqënisë. Flas për Zvicrën. Për Zvicër, kolegë që i kam këtu, unë kam domthonë 35 vite, mos tam jam i vetmi që kam punu me çdo këngëtar, me çdo këngëtare, edhe me çdo instrumentalist shqiptar që kanë ardhur për gjitha trevave, domthonë këtu në Zvicër me punu, kam qenë unë pjesë e atyne. Edhe po edhe ata që jetojnë këtu, që thamë edhe ne për vitri që ishim bashkë, domethënë, do t'jetë mungesë, një. E dyta, Zvicra si Zvicër, unë e flas realitetin, unë e shoj, po nuk ka shtet, nuk ka bukuri më të madhe në botë. Edhe ka kam shku në për vene tjera, ku kam qenë në Amerikë, kur kam shku në, Amerikanët, domethënë, e kishin andër Zvicrën. Në Australi, kur kam shku, kur i kam tregu që jam prej Zvicre, edhe ata thim, bukuria ma e madhe në botë, pastërtia ma e madhe në botë, edhe kvaliteti ma i mirë është në Zvicër. E këto janë mungesa që do të mungojnë, për ndryshe nuk e di, edhe pse kam jetu këtu, kam shku shumë shpesh në vendlindje, shumë shpesh, ta është pak kohët fundit e kam rallu, pe i pandemijës, për ndryshe për para kam qenë, mund është me thonë, çdo 2 javë edhe atje. E për në Shkup, për çka të ka marrë malli mas shumë ti, gjatë kohës që ke jetu tash këtu në diasporë, në Gurbet? Ose për vendlindje, mos të caktojmë vetëm Shkupin. Po. Atje duke fillu prej familjes. Nonën e kam gjallë, kështu që domethënë unë po besoj që ajo mas shumë t'i përmallohet për mu, edhe për familjen time. Edhe vlezërit, pastaj shoqënia, edhe atje kolegët, se unë e kam qu jetën tash me kolegët, se më ka lidhë edhe puna, normal. Edhe kjo është ajo, tjetër nuk di. A i ke shoqërinë në Shkup afrim? Gjithë i kam. I ke, a? I ke ruajtur kontakt. Po, i kam raportet shumë mirë me gjithë kolegët, jo vetëm në Shkup. Tash. Ku knaqesh më shumë, në Prishtinë, në Tiranë apo në Shkup? Mu knash ma shumë knash në Shkup, fakt është, për shkak se i kam pak ma shumë, kam kontakte ma shumë me Shkupjan, edhe e kam kalu jetën aty, rinin aty, edhe fakt është. Po, edhe pse me shumë pak
prezencë që jam në Tiranë e në Prishtinë pak ma shumë, edhe atje knaqna shumë. Edhe atje I kam shumë kolegët e mirë që I përshëndes gjithashtu, që çdo herë kanë qenë për krahas, çdo herë më kanë mirë prit kur kam shku, nuk e harroj kurrë hiç. Shqipëria? Pa diskutim. Për mikpritje, unë e kam thonë kështu çdo herë, për mikpritje. Unë nuk e di që Shqipënia shumë e madhe. Po flas tash sa herë kam shku, kam pos takime neje me kolegët mi. Unë thamë, jo që na nuk dojmë, na në Kosovë, në Maqedoni, në Lugin, nuk dim si kur Shqipënia me prit. Shqipënia e ka një pritje të veçantë. Nuk muj me sharu, për me vërtetu këto, do të me shku çdo shqiptar atje, edhe me pas që mikpritja është, pa dyshim, nivelin më të lartë. Bravo. Do më thonë, te na thojnë kështu, fikët, po skoritet. E vërtetë është. Kjo është e vërtetë. Bravo. Ki Bravo, Afrik. thonë diçka shumë interesante, ki spjegu imazhin që ka Zvicrat, njerëzit në Amerikë, në Australinë, këtë vendet në botë. Tash e kam një pyetje për ty, Altin. Çfarë imazhi ki pas ti për Zvicrën? Çfarë mendimi ki pas për Zvicrën para se më ardh këtu edhe ti ki tash sa 10 vjet, 12 më shumë? Para se më ardh në Zvicër? Para se më ardh dhe tani çysh të dok realiteti. A u kanë ashtu që ki para menu më kanë Zvicra? Unë jam original, nuk I heq as I pikës I prej si e fjalëve të Afrimit. Zvicra është vend I mrekullueshëm, vend I mundësive, vend ideal, vetëm se është një vend shumë I shtrenjtë. E sidomos për artistët që pretendojnë, është pak më problem se sa për pjesën tjetër që punojnë punë fizike. Për një artist, Zvicra nuk është vend I rahatshëm për me jetu në ta. Për një artist flasim. A për një njeri punëtor që ka kryer një punë apo është të marrë me biznes apo me profesion që varet prej profesionit fizik apo punës apo studimit, tjetër muhabet. Ama për një artist Zvicra nuk besoj që është ideal sepse lodhesh, sakrifikon, punon e në fund ti merr gjitha dhe nuk ndihesh rahat shpirtërisht. Artisti duhet të qenë rahat edhe shpirtërisht për me thonë me këndu mirë, me zhvillu talentin, me bo humorin, me bo spektaklin, e në qovë se nuk je shpirtërisht rahat, është pak problem. E tash mundësia Afrimit që fitimin e ka të njëjtë, vetëm shpenzimin e ka më të vogël andej, është një mundësi shumë e mirë, pavarësisht që Zvicra është vend, si që tha prapa Afrimi, I mrekullueshëm vend më I mirë, nuk ka në Europë as në botë, besoj unë, edhe unë besoj kështu. Edhe si popull më inteligjent për mendimin tim, edhe më të mençur se zviceranët si kanë këtë botën. Për mendimin tim. Ne shkam këtu më ka pengu çdo herë tolerancë zero është. Domethënë ligji, unë jam për ligj. Asnjëherë se moj. Po jo me ta marr shpirtin. Është shumë I mirë, domethënë po pak bile tolerancë. Sikur të na shtojmë nga njëre me të nol polici tash për 2 kilometra norti me paguni dënim që keq. Nuk e shoh të arsyeshme. Edhe kjo është këtu, ndoshta kjo edhe ka bokës shtet çashtu. Jo ndoshta, po kjo është ligji, është shkak që Zvicra është kaq e rregulluar, kaq e drejtuar. Kjo pjesë më pengon edhe mua. Vetëm kaq që për 2 sekonda nëse shkon te parkimi të parkimi ke harru edhe me kalu lek për 2 minuta, me t'i vut, pra pas kam shirë, nuk ka alternativë, vetëm një dhe pikë. Vetëm ashtu që janë reglat edhe me njek reglat. Është e tepërt kjo, për mendimin tim është e tepërt, se në fundit njerëz janë edhe ata edhe ne. E këtë tokë dhe këtë natyre ka falë Zoti, se ka falë Zvicra. A ke parasysh, edhe me keq menaxhu, një diçka që e falë Zoti, me keq menaxhu, po njeriu është shumë keq. Në Zvicër fjala bën apo jo vetëm në Zvicër, në gjithë vendin, në gjithë botën, përveç diellit, asnjë pa parë nuk është. Çfarë është? Ë? Pra gjithçka e ka falë Zoti, edhe deti e ka falë, po në det me parë mund, pa parë s'on shkon. E këtu përveç diellit pa parë s'ka asnjë gjë. Kjo është pak e tepërt të marrësh. Për mendimin tim Afrim, nuk e di. Çfarë është? A beson që ka me pas një ndikim pozitiv për artin tanë, për muzikën tanë, fakti që kemi jetu në Shkup, ose në vendlindje? Besoj, masi veç edhe kam domon qatë qëllim,
me qatë qëllim po nisem me shku atje. Po, gjigant, afrimi knaqe dhe atje i mushet menja, e merë shacin e vetë, i thot, a shkojmë të hami drejt në Tiranë për 2 orë në Tiranë, a shkojmë Prishtinë për 1 orë në Prishtinë. Që shtu janë planet e mija. Ja, këta janë, këto janë fjallë që kanë me konë realitet, nuk janë, këta janë realitet dhe realisht po të tërgajon, unë po të jep një vërtetim stash. Mas 6 mujve, ka me provu këmë të thonë, atë shkojmë dhe janë në zvizet, këmë të thonë ju. Po, edhe kjo është. Po, e realisht. E kështu, bukur. Afrim, përveç muzikës, a ke ndërmend poshtë, sepse ka mundësina për një biznes, për një gjo, një aktivitet tjetër? Po kemi plane, dhe më thonë plane. Një plane kemi, unë e bashortja kemi menu përveç muzikës, dhe më thonë fakt është se na jemi njerës, edhe dhe më thonë, unë jam i mvarëm pe i muzikës, unë jetoj pe i muzikës. Bashortja është me profesion motër medicinale, dhe më thonë. Ka kry medicinën në Prishtinë, dhe këtu ka punu gjithë jetën në për spitalin. Po, unë e mendoj diçka një të vogël, një biznis të vogël me fillu atje. Pra, të më thonë diçka kemi një siguri, faktikisht, se nuk është rezik pak. Kjo është fyt. Po. Kupton, një herë mund me të ndalë, këtë në gishta, një herë mund dikush me mi thuj gishtat, edhe nuk mujë me bo muzikë, so që është, do të mja menu pak. Po i kemi bo dhe plane, ta shofim tash. Ashtu dhe plani A dhe plani B. Po. Bukur shumë. Po. Pa tjetër. Konga e fundit është Sy Kaltroshe? Po. Sy Kaltroshe është, dhe më thonë që e kemi realizu, unë e Beqa me grupin, është incizu në studion e Virusit në Tetov. Edhe videoklipin e kemi bo në Gjilan. Kështu që është mirë prit boll mirë, në YouTube unë pse nuk i përcjelli shumë, po të kalli drejt, unë nuk hi në YouTube, nuk mirëm me Facebook, me Instagram, përveç se kure qes reklamën në Instagram ku jëm të knu, ku ka me këndu vikendeve, edhe kjo është ajo. Edhe konga tjetër e thash ma herët, shumë shpejt do të bohet, 20 vjetë me ju. Tekstin, kush e ka shkru të kongës? Tekstin e ka shkru Kreshniku. A ke pas një herë probleme me tekstin me bashkëshortën Afrim Pashbesën, se a di më shkon menja mu, tash me thonë ajo pse Sy Kaltroshe, pse kjo tekst dashurie diçka të ka kuptu gjithmonë, a? Ja, na i kemi tekstit të në Beqa, ketë me puthjet tonë, na e Sy Kaltroshe, ku po thim, Bjondina, jo, kjo po... S'ke pas një problem? Nuk e kam bashortën, dhe më thonë, s'ka thonë e pse kjo Bjondina, pse kjo, e? Edhe pse edhe bashortja shkru në tekste, i kam 2 kongë të këndume që i ka shkrujt bashortja. Ashtu, e? Ja, po. Okej. Edhe, po nuk e kam angazhu me ton drejten, edhe pse mu personalisht për veti, e kam po që e ka atë prirje, po nuk kam dashtë edhe me ngushtu e me që të angazhoj kështu, po shpesoj që në të ardhmen, tash kur themi atje është edhe ma e lirë, se atëre ka punu shumë, këtu kur kemi bona kongë, e tash do t'jetë e lirë, edhe ka me angazhu, kështu që shumë shpejt do t'a reklamoj edhe si tekst shkru se bashortë. Okej, bukur shumë. Edhe ata që kanë interes mujnë marë, po do më lejmë ru shlirë, mi bo tekste. Po shumë ja. E ka atë prirje, do më shumë. Se jo, po shumë ja. Shumë ja. Ata ndëgjojmë pak këtë kongën e re. Sy Kaltroshën talçojmë? Talçojmë pak. Është me klip. Po. Talçojmë Sy Kaltroshën me qenë se Beqen, se kemi këtu të paktën për nxjerrim në ekran klipin e Beqes dhe të Afrimit. Talçojmë pak. Diamant, çoje pak Sy Kaltroshën. Hajde Afrim, si përfundim, qa kishe mujt me la thonë diçka? A keni, sepse kjo dritarja jonë është me miliona shikus. A mundesh në mesazh apo në këshill apo në urim apo në Urimi më i mirë është unë e shoh kështu, ju uroj shëndet, mas pari ju dëshiroj gjithëve. Edhe juve ju përgëzoj shumë për këtë emision, ju falenderoj edhe njerë shumë që më keni ftu, kjo është hera e tretë që vi, më thonë. Edhe për shqiptarët, e kam thonë edhe atere, Shqip,
vetëm Shqip. Vetëm Shqip. Po, për shqiptarët. Nuk jom ndonjë patriot, e kam thonë atëherë kështu. Nuk është puna pse e tham këtë fjalë edhe dhe Afrimi është patriot. S'kam lidhje me ato punë, po e du Shqipen. Po je patriot pra. Po ndoshta edhe jo, po unë nuk e shoh vetëm se ashtu po unë fol Shqip, vetëm Shqip. Kjo është ajo që mesazhi jem për gjithë shqiptarët kudo që janë në përballë. Që të kishim sot Afrim Aliu dhe faleminderit shumë që gjete kohë dhe erdhe. Faleminderit e për ju. Do shihemi në gusht apo në shtator në Shkup. A do na presësh atje? Njerën mars do të vim me Beshën edhe njerë ose. Po, jo, flasë për të folur për kthimin tënd atje. Mirë është ka funi gushti që atëherë i krym dashmat edhe i kemi punë shumë më mirë. Ka fundi fillimi shtatorit, atëherë mujna me ardh atje me po jetën tënde. Edhe tëndën e të Marselit në Shkup. Patjetër. Shumë faleminderit. Patjetër, jeni mirë se ardhën. Faleminderit shumë. Altin. Marash. Jepi. Apo mbyllim për sot. Faleminderit shumë Afrim. Faleminderit shumë Marash. Faleminderit Altin. Faleminderit juve të dashur teleshikues, edhe shihim javën tjetër.